Në institucion të caktuar, kriminalia po pretendon që dorëzitat mos vi, për ta ngritur këtë shqetësim që opozitat mos vi, për ta ngritur këtë si shqetësim, do të thotë që ju nuk jetoni në këtë realitet. Që kështu mbledhja vazhdoje me dyert të mbyllura, po kjo nuk na jep ne të drejtën të filmojmë se çfarë ju jeni duke na shfaqur si prova se na keni thënë grup strukturuar kriminal. Si jemi ne grupi strukturuar kriminal? Është tjetër kush grupi strukturuar kriminal? Po kështu na keni quajtur, do ta lexoj unë tani. Kemi një rregullore të Kuvendit të Shqipërisë, është libri i bashkëtesës së rregullave tona kuva. Qendroni sa herë keni qenë? Po. Kemi shkel dhe kemi rësami. Kemi dakord jo ne, po ato para nesh. Për ta patur këtë rregullore. Jo, s'kemi rënë dakord, vetëm dakord për Derdhi mesazhi Ulci, derdhi mesazhi nga Rama. fare s'kemi rënë dakord. Ulci, derdhi mesazhi nga Rama. Çfarë tha me bë? Për caktuar që në Kuvendin e Shqipërisë, qoftë në komisionin, qoftë në Kuvendin e Shqipërisë, ditën e seancës penale, deputetët të sillen si deputet. Po antarët e qeverisë të sillen si bandi. Deputetët i ka sjellë Antarët e qeverisë të sillen si bandi. Po kur deputetët i ka sjellë Se nuk e përjashtoni ju antarët e qeverisë që sillen si bandi. Kemi listë do të thotë që në drejtorin tuaj Zoti Manja, ju pretendoni Në cilën pikë? Në cilën pikë? 66 të rregullore si duket. Përmbledhjes së sekretariatit. Live në media. Po? Jo, s'është live në media. Në pas të Ku e ke në media? Në cilën media? Të kësaj rregullore. Shkelje të nelit të kësaj rregullore. Po s'është live media. Mbledhjen e sekretariatit për procedurat votime dhe etike, i propozoj sekretariatit ta ndërpresi mbledhjen dhe ne të riqemi për vendim. Dakor. Kush është dakord? Se po të riqesh? Se po të riqesh? Ku e ke media? Se ke media? Se ke media? Ku e ke media? Ku e ke media? Shkoni ke zyra kysit. Shkoni ke zyra kysit aty po mbledhje. Shkoni pini dhe nga qovera. Pini verë. Po i bëj kysit për të dhënë vendime. Kysit që nuk e pezullu opozitën. Do ja do po po. Po i bëj kysit, marrin vendime me kysit. Po vazhdojmë të marrin i prek kysit e zyra dhe do të marrin vendimet me kysit tani se çfarë qëndrimi do të marr duke kategorizuar armiqsinë brenda PD-s. Se keni parë apo jo për herë të parë në 35 vjet në propozimet e narkosit për përjashtime që kësojnë pozicionet partjake dhe jo si deputet. Pastaj mirë. Të riqen për të marrë vendim. Shko atje dhe marrë vendim, vesni atje. Vesni atje, që të rishet për të marrë vendim komisioni pa ju. Ore ne duhet të argumentojmë. Ç'do të thotë kjo? Po jo nuk na kanë lënë të drejtën për të parë provat dhe për të dhënë provat tona. Ja ku janë provat tona? Provat tona, sa kanë lënë të drejtë që t'japin provat. Deputeti Troplinit atje ka për e herë u opozitën. Deputeti Troplinit, valla, ka ardhë pezulloj opozitën. Të gjithë të njësi në shërmosur janë nga kartelet dhe nga grupet. Jo, për herë të parë në 35 vite pluralizm në Shqipëri, kanë vendosur në propozimin e narkosit për të përjashtuar opozitën me pozicione partjake. Kanë gjetur dhe grupin armiqësor, kanë shkruar aty organizatorë. Me paramendim organizatorë. Kanë shkruar që do përjashtohet Sali Berisha se është kryetari i Partisë Demokratike. Do përjashtohet Kamunoka se është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, apo Gazmir Bari se është kryetari i Partisë Demokratike. Asnjëri në propozimin e ky Sagazit që ka ardhur në kuvend nuk flitet për deputet. Jo. Janë komisionet dhe Si më nuk pranon një azarë? Po ti janë largo, si më ata të sprenoj. Qa do me kërkjo? Imaginoj sprenoj. Po,